Qendra për Edukim dhe Zhvillim është një organizatë jo qeveritare e cila vepron në komunën e Tearcës. Veprimtaria e saj ka filluar që nga viti 2006. Kjo organizatë përpik qëllim ka rinin dhe grup mosha tjera, duke filluar nga mosha 12 deri në moshën 28 vjeçare. Në aktivitetet e kësaj organizate janë përfshirë të rinj, mësues, prindër dhe institucionet të tjera. Kështu sot në qendrën Remall në Tetov është realizuar një aktivitet kulturor, i cili përpik synim kishte fillimin e vitit shkollor dhe përcjelljen e mesazheve për punë tek nxënësit, mësuesët dhe prindërit. Realizojmë një aktivitet i cili ka të bëjë me fillimin e vitit shkollor, pra përmes një aktiviteti mund të themi kreativ, ku ka edhe elemente me mesazhe edukative dhe ekologjike. Duam që të gjithë nxënësve, prindërve, të cilët janë, mund të themi, si pikërisht si vizitor të mëdhenj të këtij qendre, biznes qendre, ju dëshirojmë një vit të mbar. Për fillim të mbar të vitit shkollor, shopping qendra Remall për të gjithë nxënësit në Tetov dhe rrethinën, erdhi me ide që të organizoj punëtori kreative. Kësaj radhe vendosëm që të bashkëpunojmë me organizatat jo qeveritare CET, Qendër për Edukim dhe Zhvillim, si dhe Multikultura. Dy organizata shumë të dëshmuara me punën e tyre. Si që shifni, jemi shumë të lumtur që në prapavi për momentin zhvillohen këto punëtori për të zhvilluar kreativitetin tek nxënësit tanë. Sot jemi këtu me nxënësit e shkollës tonë. Një aktivitet naftuan këto të CET-it, pra të Qendrës për Zhvillim. Gjithmonë bashkëpunojmë me këtë qendër në aktivitetet të ndryshme, në projekte të ndryshme, shkolla jonë. Këtu kemi edhe nxënësit të shkollës tonë, po ka edhe nxënësit të shkollave të tjera. Aktiviteti ka të bëjë me fillimin e vitit shkollor, pra nxënësit me kreacionet e tyre do të japin mesazh prindërve dhe nxënësve për një fillim të mbar të vitit shkollor. Unë e shpresoj rastin që të gjithë nxënësve të urojnë një vit të mbar dhe të kenë sukses gjatë këtij viti. Remall që nga nisma e kësaj pune zhvillon një sër aktivitete kreative me shumë organizata jo qeveritare që nuk është praktik tek qendrat e tjera.